Mazhoranca dhe opozita miratojnë unanimisht në parim projektligjin për ngritjen e gjykatave administrative dhe i japin rrugë diskutimit në detaje. Drafti kishte mbetur pezull në kuvon që prej majit të 2009-s. Relatori socialist Armando Subashi tha se projekti duhet parashikuar në shumë nene, pasi në 3 vjet ka ndryshuar shumë rrethana. Ai ngriti dhe disa pikpyetje mbi të cilat do të orientohet debati mes palëve dhe me grupet e interesit. Të drejtën e ngritjes padis, rishikimin e kushtit të shterimit të ankimit administrativ, afatet e parashkrimit padis, seancën përgatitore si një kusht i rëndësishëm për mosvarritjen pafund të proceseve, kriteret e sigurimit padis, barrën e provës, thirrjen dhe pyetjen e ekspertëve si një moment shpeshherë abuziv në praktikën e sotme të gjykatave. Por përpara votimit në parim, ish-ministri i Drejtësisë Engreta Libeaj, në kohën kur është hartuar drafti i parë nga qeveria, hodhi dyshime se opozita kërkon të nxjerrë përfitime politike nga ky ligj. Kërkesat e bërë nga relatori, nga kolegu Subashi, janë vërtet të sinqerta dhe kërkojnë përmirësimin e ligjit apo thjesht do duan të krijojnë një alibi që në fund pastaj të jepet vota nga opozita dhe të dëgjojmë më të ndej liderin e opozitës, i cili do të thotë po, ishte kontributi ekskluziv dhe i vetëm i opozitës që bëri të mundur miratimin dhe përmirësimin e ligjit. Por Partia Socialiste ka nisur diskutimet për brendinë e këtij ligji me grupet e interesit. Dhoma e avokatëve ka qenë e para që ka dhënë mendime në lidhje me nenet e këtij drafti, për të cilën Partia Socialiste sipas sekretarit për koordinimin Fatmir Xhafaj bëhet për një marrëdhënie më të mirë mes ligjvënësve dhe avokatëve. Qëllimi ka qenë dhe është vetëm një: cilësia e këtij ligji të rëndësishëm. Është një risi që natyrisht meriton vëmendjen e veçantë të tonën si ligjvënës. Ne kemi menduar që pikërisht të organizojmë një sër konsultash ku bën pjesë edhe ky takim. Drafti parashikon ngritjen e 6 gjykatave administrative dhe një apelin në Tiranë. Në nenin 6 caktohen kompetencat e gjykatës, ato janë shqyrtimi i mosmarrëveshjeve administrative pavarësisht nga forma e llojit, marrëdhëniet kur punëdhënësi është organ publik, si dhe aktet normative të qeverisë apo njësive vendore. Në një kapitull të veçantë caktohen detyrimet kohore për zbatimin e vendimeve, që mund të jenë më shumë se 10 ditë, veç rasteve të veçanta.